Vijnë në pranga nga Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës 5 drejtues automjetësh gjatë 48 orëve të fundit. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë dhe Sarandë kanë vijur kontrollet në 24 orë në 7 ditë të javës në të gjitha akset rrugore në kuadër të masave të shtuara për rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve. Si rezultat janë arrestuar në flagrancë 5 shtetas, konkretisht një 48 vjeçar banues në Vlorë, pasi në aksin rrugor Vlorë-Panaja u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Një 53 vjeçar banues në Vlorë, pasi në rrugën Damian Humariti Vlorë u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu një 69 vjeçar banues në fshatin Qishbardh, si dhe një 44 vjeçar banues në Delvin, pasi në rrugën Skënderbeu Sarandë u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Pashtu ndalua dhe një 49 vjeçar banues në fshatin Skrafotin, pasi në datë 26/10/2025 në aksin rrugor Novo Selfier, duke drejtuar automjetin tip Renault, ka aksidentuar një tjetër shtetas i cili udhëtonte me biçikletë. Si pasojë e aksidentit, shtetasi që udhëtonte me biçikletë ka mbetur i dëmtuar dhe aktualisht ndodhet në spitalin e traumës nën kujdesin e mjekëve. Materialet për gjitha këto ngjarje i referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Policia rrugore e Vlorës apelon për gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, të shmangin parakalimet e gabora, përdorimin e celularit gjatë drejtimit, si dhe të mos drejtojnë automjetin nën efektin e alkoolit.